Rreth 1.2 milion persona nga e gjithë bota kanë marrë pjesë në testimin ndërkombëtar të IQ-s, i zhvilluar në 10 shtete të ndryshme, me qëllim matjen e nivelit mesatar të inteligjencës sipas vendeve. Të dhënat tregojnë se në 84.8% të shteteve, rezultati mesatar i IQ-s ka ndryshuar me më pak se 2 pikë nga viti në vit, duke reflektuar një stabilitet relativ të këtij treguesi. Sipas të dhënave të publikuara nga International IQ Test, Shqipëria renditet në vendin e 19 nga 137 shtete të përfshira në studim, me një mesatare prej 101 pikësh, rreth 4 pikë më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Ky rezultat e bën Shqipërinë vendin me IQ-n më të lartë në Ballkan dhe në rajon. Pas Shqipërisë renditet Serbia në vendin e 32 me 99.8 pikë, ndërsa Maqedonia e Veriut dhe Malizi renditen përkatësisht në vendin e 45 dhe 51. Bosnia Hercegovina mbyll listën e rajonit në vendin e 67. Në skenën globale, vendet aziatike dominojnë renditjen e IQ-s. Korea e Jugut kryeson listën e ndjekur nga Kina dhe Japonia, të cilat njihen për investimet e mëdha në arsim, teknologji dhe kërkim shkencor, si dhe për ritmin e lartë të zhvillimit ekonomik dhe inovativ. Në Europë, rezultatet më të larta regjistrohen nga Rusia dhe Spanja. Në fund të renditjes globale, ndodhen disa shtete të Afrikës dhe Azisë Juglindore.